Said, Egli ballafaqohet me gjestin në mes të shtëpisë, me fytyrën e saj të mbushur me nervozizëm dhe zhgënjim. Ajo afrohet me hapa të vendosur dhe e shikon atë drejtë në sy, duke i bërë të qartë se nuk do ta tolerojë më atë që ka ndodhur mes tyre. Ti më ke përdorur, i thot ajo me një ton të ashpër, ndërsa sytë e saj shkëlqejnë nga zemërimi. Më bëre të besoja se ishe ndryshe, më afrove, më bëre të ndihem e rëndësishme dhe pastaj më hodhe në gremin sikur të isha një lodër që s'të duaj më. Gjesti i kapur në befasi mundohet të mbaj qetësinë, por është e qartë se fjalët e Eglit e kanë prekur. Ai ngrit duart për të mbrojtur dhe për të shpjeguar diçka, por Egli nuk e lejon. Mos e mundo veten të gjesh justifikime. Tani e kuptoj që për ty unë s'kam qenë asgjë më shumë se një mjet për lojën tënde. Vazhdon ajo duke tundur kokën me zhgënjim. Ti kur s'ke ndjer asgjë për mua, thjesht më shfrytëzove dhe tani bën sikur nuk ndodhi asgjë. Tensioni mes tyre rritet ndërsa banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë nga larg, duke kuptuar që situata po del jashtë kontrollit. Gjesti, i irrituar nga akuzat, përgjigjet me një ton më të ashpër. Mos më akuzo për gjëra që nuk janë të vërteta, Egli. Ti e di mirë që nuk të kam detyruar të bësh asgjë. Nuk është faji im që gjërat ndryshuan. Por Egli nuk e pranon këtë përgjigje dhe e afron edhe më shumë fytyrën e saj pranë tij, duke i folur me një zë të ngadaltë, por të mbushur me mëllef. Ti e di mirë që më manipuluar. Ti e di mirë që më bëre të besoj në diçka që nuk ekzistonte. Dhe tani më tregon këtë fytyrë të ftohtë, sikur asgjë s'ka ndodhur. E ke gabim, Gjesti. Unë s'jam më ajo vajza që mund ta gënjesh dhe ta përdorësh si të duash. Pas kësaj, Egli largohet me nerva, duke e lënë Gjestin të menduar dhe të tensionuar. Atmosfera në shtëpi bëhet më e rëndë dhe të gjithë ndjejnë se kjo përplasje nuk ka përfunduar ende. Gjesti, me një buzëqeshje djallëzore në fytyrë, afrohet ngadalë drejt Olës, duke e shikuar me një vështrim sfidues. Ai i lëshon një shikim të thellë dhe me një ton të ulët, por provokues, i thot: "Hajde futu në krevat një herë, edhe shife se çfarë të bëj." Ola e shikon e habitur dhe qesh me ironi, duke tundur kokën. Ti qen ke i çmendur fare. Mendon se do të dëgjoj unë? I përgjigjet ajo, duke e parë me dyshim. Gjesti nuk tërhiqet, përkundrazi, afrohet edhe më shumë dhe vazhdon me të njëjtin ton sfidues. E po ser dhe vetë, mos u anko pastaj kur të më shohësh në ëndra. Se diçka më thot që nuk do mund të më largosh nga mendja. I thot ai, duke qeshur. Ola sforcohet të mbajë një fytyrë serioze, por e di që Gjesti po e provokon qëllimisht. Ti ke shumë besim tek vetja, më duket. I përgjigjet ajo me ironi, duke u larguar pak hapa prapa. Gjesti qesh dhe ngrit supet. S'është puna e besimit, Ola. Unë e di çfarë bëj dhe e di që nuk të lë indiferente, pranoja. I thot ai, duke i dhënë asaj një shikim të shpejt nga kokat e këmbët. Ola tund kokën dhe i drejton një gisht paralajmërues. Mos e sforco shumë fatin tënd, Gjesti, se unë nuk jam si të tjerat. Gjesti vazhdon të qesh dhe i jep një shkelje syri. E di, prandaj më intrigon edhe më shumë. Thot ai, duke e lënë Olën me një shikim të hutuar, ndërsa ai largohet duke buzëqeshur. Ola, me një buzëqeshje ironike në fytyrë, e shikon Gjestin nga kokat e këmbët dhe tund kokën me mosbesim. Ajo qesh me ironi dhe i drejtohet atij me një ton plot tallje. Ti s'bën gjë. Se e ke të vogël, unë dua një burr, jo një kalama si puna jote. Gjesti, që nuk është mësuar të marrë sfida pa reaguar, i kthen një shikim ngacmues dhe i afrohet pak më shumë, duke e parë drejtë në sy. E vogël e kam? Mos fol pa e provuar, se pastaj mos thuaj që s'të paralajmërova. I thot ai me një buzëqeshje të lehtë, duke u përpjekur ta provokoj. Ola shpërthen në të qeshura dhe tund gishtin para tij. Lëre ti, lëre, se burrat duken nga larg. E ti mezi i kalon provimet e fëmijëve. I thot ajo duke qeshur edhe më shumë. Gjesti shtiret sikur po mendohet dhe pastaj i afrohet edhe më shumë. Apo mos ndoshta ke frikë se po ta provoje, do ndyshoj mendje. Se më dukesh paksa e pasigurt tani. Ola e shtyn lehtë me dorë, duke tundur kokën. Shiko, jo vetëm që je kalama, por qen ke edhe shumë i bindur tek vetja.
Më vjen keq, Gjesti, por si në nivelin tim. I thot ajo, duke i dhënë një shikim tallës dhe duke u larguar, ndërsa Gjesti buzëqesh dhe tund kokën, i vendosur që kjo bisedë nuk do përfundonte kaq lehtë. Gjesti dhe Rozana përplasen ashpër në mes të shtëpisë, teksa debati mes tyre sa vjen e bëhet më i tensionuar. Rozana, me një shikim sfidues, e shet drejt në sy dhe i flet me ton të lartë, duke i bërë të qartë që nuk ka ndërmend të tërhiqet. Gjesti, ti s'mund të më thuash mua me këtë merrem dhe me kë jo. Egli është shoqja ime dhe unë do flas sa herë të dua për të. I thot ajo, duke ngritur zërin. Gjesti shtrëngon nofullat dhe afrohet me nervozizëm. Nuk po të them të mos flasësh, Rozana, por Egli është puna ime, jo e jotja. S'ke pun me të, me Eglin merrem vetë unë. Rozana qesh me ironi dhe tund kokën me përçmim. Po kush të ka bërë ty të zotin e saj? Ti kujton se e kontrollon atë, apo çfarë? Egli nuk është pronë e jotja, dhe nëse unë kam diçka për të thënë, do ta them. Gjesti nis të nervozohet edhe më shumë dhe i përgjigjet me ton të fortë. Unë nuk po them që e kontrolloj, por ti po përpiqesh të futesh aty ku nuk të takon. Kjo është një çështje mes meje dhe Eglit, jo mes meje, teje dhe gjithë shtëpisë. Tensioni mes tyre sa vjen e rritet, ndërsa banorët e tjerë fillojnë të ndjekin debatin, duke kuptuar se kjo përplasje po merr për masa të mëdha. Rozana nuk e ka ndërmend të tërhiqet dhe i afrohet edhe më shumë. Nëse është një çështje mes teje dhe Eglit, atëherë pse je aq i shqetësuar për atë që them unë? Mos ndoshta të djeg e vërteta? Gjesti shtrëngon grushtat dhe tund kokën me inat. Nuk më djeg asgjë, Rozana. Më shqetëson vetëm fakti që njerëz si ti fusin hundët aty ku s'duhet. Banorët ndihen sikur një shpërthim i madh është duke ndodhur. Ndërkohë, Egli që ndodhet afër i dëgjon të dy, por zgjedh të mos ndërhyjë. Përplasja mes Gjesti dhe Rozanës duket se nuk do të përfundoj shpejt, dhe situata sa vjen e bëhet më e tensionuar. Rozana dhe Egli përplasen ashpër në një debat që duket se po tensionohet gjithnjë e më shumë. Rozana, e nervozuar nga sjellja e Eglit, nuk përmbahet dhe i drejtohet me tone të ashpra. Egli, ti nuk je në rregull fare. Nuk mund ta besoj se si po sillesh, thot ajo me nervozizëm, duke e parë drejt në sy. Egli, e cila nuk është e prirur të pranojë akuza të tilla, mban një qëndrim mbrojtës dhe e shikon Rozanën me një shprehje të ngrirë. Pse? Sepse nuk jam më budallaçka që përdorej nga Gjesti. A është kjo ajo që të shqetëson? Ja kthen ajo me një ton ironik. Rozana tund kokën me shgënjim dhe ngrit zërin. Jo, më shqetëson fakti që ti lejon të përdorin, pastaj vjen e më sulmon mua. Ai të shfrytëzoi për lojën e tij dhe tani ke kurajon të më sulmosh mua sikur të kem faj unë? Egli buzëqesh me nervozizëm, duke e ndier se kjo bisedë po ja caron gjithnjë e më shumë nervat. Unë u përdora? Unë? Rozana, e di çfarë? Mbase në atë kohë nuk e kuptoja, por tani shoh qartë. Dhe po, e di që Gjesti më ka përdorur, por të paktën e kuptova. Ndërsa ti je ende këtu duke u marrë me të njëjtin person, duke bërë të njëjtat gabime. Rozana nuk mund ta besojë arrogancën e Eglit dhe shtrëngon nofullat. Mos guxo të më flasësh mua ashtu. Unë të kam mbështetur gjithmonë, isha unë ajo që të thosha të hapje syt, dhe tani vjen e më kthen mua kundër? Të ka mësuar mirë Gjesti, apo jo? Egli qesh me ironi dhe shtrëngon krahët mbi gjoks. Mbase po, mbase jo. Por një gjë e di me siguri, unë nuk jam më ajo Egli që e përdor të Gjesti dhe që i beson të verbërisht njerëzve si ty. Tensioni midis tyre arrin kulmin dhe për një moment dhoma mbushet me heshtje të rëndë. Rozana mërmërit diçka nën zë dhe largohet me hapa të shpejt, duke lënë pas një Egli të zemëruar, por edhe të kënaqur që kishte thënë atë që mendonte. Por a është ky fundi i marrëdhënies së tyre, apo thjesht një tjetër përplasje që do të sjellë edhe më shumë dramë? Gjesti ndërhyn në debatin e ashpër mes Eglit dhe Rozanës, duke u përpjekur të qetësojë situatën dhe të mbrojë Eglin nga sulmet verbale të Rozanës. Ai afrohet me ton të butë dhe përpiqet të flasë, por Egli duket e acaruar dhe nuk dëshiron as ta dëgjoj. Egli, unë po mundohem thjesht të të mbroj, nuk ka nevojë të acarohemi më shumë, i thot Gjesti, duke ngritur duart si shenjë pajtimi.
por Egli ia pret fjalën me nervozizëm, duke tundur kokën dhe duke I hedhur një vështrim të ftohtë. Mos u mundo të më mbrosh ti. Nuk kam nevojë për ndihmën tënde, aq më pak nga dikush si ti. Ik, zhduku. Gjesti mbetet për një moment I habitur nga reagimi I saj. Po unë thjesht dua të të ndihmoj, Egli. Nuk dua që Rozana të sulmoj kështu. Nuk po të bëj asgjë të keqe, vazhdon ai, duke u përpjekur të ruajë qetësinë. Egli e shikon drejt në sy, me inat dhe zhgënjim. Më ke bërë mjaftueshëm keq saqë nuk dua më ndihmën tënde. Ti nuk je këtu për të më mbrojtur, por vetëm për të luajtur lojën tënde. Ndaj të lutem, largoju. Rozana vë buzën në gaz dhe tund kokën ironikisht. E shikon, Gjesti? As ajo nuk të beson më. Më mirë mos u përziej fare, I thot ajo, duke e shfrytëzuar situatën për ta vënë Gjestin edhe më në siklet. Gjesti merr frym thellë, shikon Eglin edhe një herë dhe pastaj tund kokën me zhgënjim. Mirë, si të duash. Nuk do të mundohem më, thot ai me një ton të ftohtë, duke u larguar nga debati. Egli e ndjek me sy ndërsa ai largohet dhe pastaj kthehet nga Rozana, ende e acaruar. Atmosfera mbetet e tensionuar dhe duket qartë se mes tyre ka ende shumë për të sqaruar. Egli dhe Rozana përfshihen në një debat të ashpër, ku tensionet mes tyre arrin kulmin. Egli, e zhgënjur dhe e irrituar nga sjellja e Rozanës, nuk mund ta mbajë më përbrenda inatin që ka ndaj saj. Ajo I drejtohet Rozanës me ton të lartë dhe fytyrë të ngrysur. Rozana, ti më ke tradhtuar. Më the që ishe me mua, që do të më mbështesje, por në fund çfarë bëre? U bashkove me Gjestin dhe më le pas krave. Më dhe goditjen më të madhe kur nuk e prisja. Rozana, e cila nuk është e prirur të pranojë akuza pa u mbrojtur, kthehet menjëherë me një ton të ashpër dhe mbrojtës. Egli, mos më akuzo mua për diçka që nuk është e vërtetë. Unë nuk të tradhtova, thjesht nuk mund të vazhdoja të rria mes teje dhe Gjestit. Nuk kam pse të zgjedh mes jush. Egli qesh me ironi dhe tund kokën. S'ke pse të zgjedhësh. Po ti e bëre zgjedhjen tënde. U afrove me të, e mbështete atë, kur e di shumë mirë se çfarë më ka bërë. Dhe tani do të më thuash që kjo nuk është tradhti. Mos u mundo të më bësh për budallaqe, Rozana. Rozana shtrëngon nofullat, e acaruar nga akuzat e Eglit. Ti ke filluar të shohësh armiq kudo, Egli. Unë nuk kam bërë asgjë kundër teje. Nëse unë dhe Gjesti kemi vendosur të flasim, kjo nuk do të thotë që të kam tradhtuar. Egli shtyn flokët pas me nervozizëm dhe afron fytyrën e saj pranë asaj të Rozanës. Jo, Rozana. Ti nuk je më ajo që besoja. Ti nuk ishe vetëm një shoqe për mua, por një mbështetje. Dhe tani që e shoh qartë, e kuptoj që ti më ke përdorur. Dhe pastaj, si për ta bërë edhe më keq, u bashkove me atë njeri që më ka bërë më shumë keq se kushdo tjetër. Rozana e shikon me zhgënjim dhe lëviz duart si për të treguar se është e lodhur nga kjo situatë. Më vjen keq që ndihesh kështu, por nuk do të lejoj që të më bësh të ndihem fajtore për zgjedhjet e mia nëse ti ke probleme me Gjestin, kjo nuk ka të bëjë me mua. Unë nuk dua të jetoj në dramën tënde. Egli mërmërit diçka në zë dhe tund kokën, duke u larguar me hapa të shpejt, ndërsa Rozana qëndron aty, duke marrë frym thellë dhe duke u përpjekur të mbajë qetësinë. Por a është ky fundi I miqësisë së tyre apo një tjetër përplasje që do të sjellë edhe më shumë tension në shtëpi? Gjesti qëndron I ulur në një cep të shtëpisë, me duart në kokë dhe shikimin e humbur në zbrazët e tij. Syt I janë mbushur me lodhë dhe fytyra e tij reflekton një lodhje të thellë emocionale. Ai merr frym thellë, por çdo herë që përpiqet të qetësohet, ndjen një peshë të madhe mbi supe që nuk e lë të qetësohet. Po çmendem nuk mundem më, përshpërit ai për vete, duke shtrënguar duart fort. Asgjë nuk po shkon siç duhet, çdo gjë po më del jashtë kontrollit. Nuk jam mirë fare, ai ndjen një boshllëk të thellë brenda vetes, një ndjenjë izolimi që sa vjen dhe shtohet. Nuk kam më asnjë njeri këtu, të gjithë më janë kthyer kundër, vazhdon ai me një zë të ulët, sikur po flet me veten. Kujton momentet e fundit kur është përballur me debate, përçmime dhe refuzime. Gjithçka duket sikur po bëhet gjithnjë më e vështirë për të. Gjesti shikon përreth, por askush nuk është pranë tij.
Banorët e tjerë janë të zënë me bisedat dhe debatet e tyre, ndërsa ai ndihet si i padukshëm, si një i huaj në atë shtëpi. Mbase duhet të largohem, mbase kjo nuk është për mua, mendon ai me zë të dridhur. Por një pjesë e tij nuk do të dorëzohet. Ai e fshin shpejt një lot që i rrëshet në faqe dhe mbyll syt për disa sekonda, duke u përpjekur të gjejë një grimc force brenda vetes. Për momentin nuk e di çfarë duhet të bëj, por një gjë është e qartë, nuk është mirë fare dhe nuk mund ta fshej më këtë ndjenjë. Lajrti dhe gjesti përfshihen në një debat të ashpër në mes të shtëpisë, teksa të gjithë banorët janë të pranishëm dhe dëgjojnë me vëmendje. Lajrti, i acaruar dhe me ton të lartë, i drejtohet gjestit me akuza të rënda, duke mos e fshehur më neverinë dhe zhgënjimin e tij ndaj tij. Gjesti, ti je njeriu më i keq këtu brenda. Nuk ke as pak ndjenja për askën, nuk të intereson asgjë përveç vetes tënde dhe lojës tënde të ndyrë. E ke ndërtuar gjithë këtë strategji duke përdorur banorët një nga një dhe duke luajtur me ndjenjat e tyre. Banorët fillojnë të murmurisnin mes tyre, ndërsa gjesti mundohet të mbajë një buzëqeshje ironike në fytyrë, duke u përpjekur të mos tregojë nervozizëm. Lajrti vazhdon më tej, duke i drejtuar një shikim të ashpër, ti nuk ke bërë asgjë tjetër veç se ke mashtruar njerëzit këtu. Fillimisht u mundove të afrohesh me Eglin, pastaj e hodhe poshtë si një letër të vjetër. Më pas fillove të ngacmoje Loredanën, duke bërë sikur kishe ndjenja për të, dhe tani e njëjta gjë me Danjen. Ti nuk di të krijosh asnjë lidhje të sinqertë, sepse je i ftohtë dhe i llogarit të gjitha si një lojë. Gjesti sheh përreth, sikur kërkon përkrahje nga dikush, por askush nuk flet. Disa banorë duket se bien dakord me fjalët e lajrtit, ndërsa të tjerë thjesht ndjekin debatin në heshtje. Dhe më e keqja, vazhdon lajrti, duke treguar me gisht gjestin, është se ti nuk pranon asnjëherë gabimet e tua. Gjithmonë gjen mënyra për të manipuluar situatën, për të bërë që viktima të dalë fajtor dhe për ta kthyer lojën në favorin tënd. Por e di çfarë? Të gjithë po e kuptojnë lojën tënde të ulët dhe nuk do të mund të fshihesh pas saj përgjithmonë. Gjesti më në fund reagon, duke ngritur supet me një buzëqeshje të lehtë. Unë nuk kam përdorur askën, lajrt. Ndoshta ju thjesht nuk e kuptoni lojën dhe për këtë arsye ju duket sikur unë po manipuloj. Gjithçka që kam bërë këtu brenda, e kam bërë për të mbijetuar, ashtu siç po bën edhe ti, mos më akuzo për diçka që edhe vet po e bën. Debati vazhdon të bëhet edhe më i nxehtë, me lajrtin që nuk tërhiqet dhe gjesti që mundohet të mbajë qëndrimin e tij. Situata mes tyre tashmë duket se ka arritur në një pikë pa kthim dhe gjithë shtëpia pret të shohë si do të zhvillohet më tej kjo përplasje e fortë. Danja, e cila prej disa kohësh ka treguar afrimitet me gjestin, më në fund vendos të ndajë diçka të rëndësishme me Eglin. Ajo afrohet pranë saj me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, por në sytë e saj duket qartë një ndjenjë hezitimi dhe emocion i përzier. Egli, dua të të them diçka, por të lutem mos e merr keq, fillon ajo, duke e shikuar drejtë në sy. Egli, e cila nuk e priste një bisedë të tillë, shfaq një shprehje kurioztare dhe paksa të tendosur. Çfarë është? Fol, i thot ajo, duke u mbështetur më mirë në divan. Danja merr frymë thellë dhe, pas një pauze të shkurtër, thot, më pëlqen gjesti. Nuk e di si ndodhi, por e kam kuptuar që kam ndjenja për të. Egli mbetet për disa çaste pa folur, si e goditur nga ajo që sapo dëgjoi. Ajo përpiqet të mbajë qetësinë, por shikimi i saj i ftohtë e tradhton. Ndon se nuk thot menjëherë asgjë, duart e saj shtrëngohen lehtë dhe në sytë e saj duket një ndjenjë xhelozie të përmbajtur. Ah, kështu pra, thot ajo më në fund, duke buzëqeshur me një ironi të lehtë. E po nëse të pëlqen, s'kam çfarë të them. Por edhe pse fjalët e saj tingëllojnë të qeta, brenda saj ndizet një ndjenjë pakënaqësie. Ajo nuk e kishte menduar se Danja mund të ndjente diçka për gjestin, dhe aq më tepër që t'ia thoshte asaj në këtë mënyrë. Danja e vëre në reagimin e saj dhe përpiqet ta qetësojë situatën. Nuk po të them këtë për të bërë të ndihesh keq. E di që ju të dy keni pasur diçka më parë, por nuk mund ta mohoj atë që ndjej. Egli buzëqesh sërish, por këtë herë duket më e ftohtë. S'ka problem, Danja. Në fund të fundit, gjesti bën zgjedhjet e veta, apo jo? Ajo ngrihet në këmbë dhe largohet nga dhoma, duke e lënë Danjen me një ndjenjë faji dhe pasigurie.
Si duket, Egli nuk do ta haroj lehtë këtë bisedë, dhe pyetja mbetet, a do të përpiqet të luftoj për Gjestin, apo do të largohet nga ai përgjithmonë. Gjesti ulet pranë Kellit dhe duket i menduar, me një shikim të largët, si dikush që po rikujton momentet e kaluara. Kelli e vëren shqetësimin e tij dhe i drejtohet me një zë të butë. Gjesti, çfarë ke? Duket sikur mendja jote është diku tjetër. Gjesti psheretin dhe kalon duart mbi fytyrë, duke u përpjekur të mbledh mendimet. Pas pak çastesh, ai më në fund vendos të flasë, duke shprehur ndjenjat e tij. Nuk e di, Kelli. Thjesht më ka marrë malli për Eglin. Jam munduar ta largoj nga mendja, të sillem sikur nuk më intereson, por nuk mund ta mohoj që ajo më mungon. Kur e shoh që nuk më afrohet më si më parë, ndjej një boshllëk. Nuk e di nëse është nga që jam mësuar ta kem pranë apo sepse ndjej vërtet diçka për të. Kelli e dëgjon me vëmendje dhe e sheh drejtë në sy. Nëse të mungon aq shumë, pse nuk shkon të flasësh me të? Ndoshta dhe ajo ndihet njësoj, por nuk po guxon të afrohet. Gjesti tund kokën me një buzëqeshje të hidhur. Nuk është kaq e thjeshtë. Nuk dua ta lëndoj. Nuk dua ta fus sërish në të njëjtën situatë ku ndihet e pasigurt për ndjenjat e mia, unë vetë nuk e di çfarë dua përfundimisht. Ndonjëherë më duket sikur është më mirë që secili të vazhdoj rrugën e vet, por pastaj vjen një moment si ky, kur nuk mund ta ndaloj veten nga mendimet për të. Kelli buzëqesh lehtë dhe i vë dorën mbi supë. Mbase duhet thjesht të ndjekësh zemrën, Gjesti. Sepse nëse vazhdon të ndihesh kështu, atëherë ndoshta Egli është dikush që vlen më shumë për ty se sa e ke kuptuar deri tani. Gjesti qëndron për pak në heshtje, duke reflektuar mbi fjalët e Kellit. Në mendjen e tij, imazhi i Eglit nuk largohet dhe pyetja e madhe mbetet: a duhet të ndjek ndjenjat e tij apo të qëndroj larg për të mos e lënduar atë më shumë?